Rinia sot sikur po lejnë ato mbetje që kanë ngel nga komunizmi edhe duan drejtohen më shumë të jenë shoqëri pak më të hapura dhe më të zhvilluara, qoftë mendsi, qoftë të zgjedhin vetë një përkatësi fetare apo kulturore, kështu që besoj që është e vështirë sepse ne e shohim vetë te komunikimi që kemi me prindrit tanë. Në fakt në një aplikim që kam pas për një punësim lidhje me punësimin në një shkollë caktuar, nuk ka rëndësi, ka qenë private si shkollë në fakt, nuk ka qenë fare shtetërore, dhe më shton që je shumë me arrirë në CV-n tënde, je fiks ashtu siç kërkojmë, por që na pengon pjesa e shamisë. Jeta përditshme sociale ndonjëherë është edhe sfidë në veti, pavarësisht kënaqësive që jeta na ofron, pozitivitetit, qoftë familja, shoqëria, shkolla, po përkundër kësaj kemi edhe dallime ndonjëherë, qoftë si shqiptar të Shqipërisë apo shqiptar të Kosovës, përfshirë dallimet në prindërim, në arsim, në aspektin fetar, gjithashtu është shumë kënaqësi për mua me e pas sociologen Sidorela Brahaj. Mirë se erdhe Sidorela. Mirë se u gjeta, kënaqësi edhe për mua. Faleminderit shumë që e ke pranuar ftesën edhe ke ardhur nga Shqipëria. Faleminderit edhe juve. Gjithmonë është kënaqësi. Sidorela, na e diskutuam pak paraprakisht bashkëresh, domethënë këto dallimet tona, a mendon shoqëritë normalisht që ndryshojnë, evoluojnë me kalimin e kohës. Po cila mendon që jemi më të hapur në ndryshime, ne apo ju në Shqipëri? Në fakt, do bëja një hyrje në lidhje me këtë temë. Mund duket pak paradoksale që të krahasosh shqiptarët, se në fundit jemi shqiptarë gjithë dhe kemi një traditë që na bashkon. Por që edhe po të bësh krahasime mes shqiptarëve të jugut dhe të veriut, patjetër që do gjesh dallime. Dhe aq më shumë kur bëhet fjalë për Kosovën dhe Shqipërinë që kanë një histori, sidomos 100 vitet e fundit kanë një histori ndryshe nga njëra tjetra, për shkak të luftrave dhe gjendjes cilën janë ndodhur këto dy krahina, po themi. Kështu që nëse Shqipëria ka kaluar 45 vite në një regjim komunist, nga ana tjetër Kosova ka pas luftën e vet që e ka dëmtu goxha, ndërsa ne na ka dëmtu si shoqëri shumë komunizmi. Ndoshta shpeshherë e them, komunizmi ka qenë shumë më i keq për ne se sa lufta për ju. Edhe prandaj ndoshta vlen të bëhen edhe disa. A vreni ende ato në një farë forme pasojat e komunizmit, a janë ende prezente? Patjetër. Okay. Në çfarë forme? Janë prezente sepse është shumë e vështirë për një popull të mohohet shpirtërorja. Dhe popujt ndoshta jemi ndër të vetmit në fakt që është të ndalu shpirtërorja dhe feja kryesisht në Shqipëri gjatë atyre viteve, duke pas parasysh normalisht edhe element tjerë të komunizmit dhe formën si është trajtu në Shqipëri, po mendoj që tek bisedat që bëhen me brezin që e kanë përjetu, domethënë komunizmin më shumë, e dallon që ka shumë tipare të komunizmit. Për shembull, tek feja, pjesa më e madhe e prindërve tanë nuk janë shumë pro fesë edhe nuk janë ateist, pavarësisht se nuk e kuptojnë veten e tyre nga ato që flasin, dhe kjo është në fakt pasojë e komunizmit. Gjithashtu edhe mendësia që kanë lidhje me kulturën, mos të kemi kultura tjera, pse po sillni modele nga jashtë, ne kemi kulturën tonë, ne jemi shqiptar, sikur domethënë po sollen një element, po e marrin fetar, këtë rast sikur ju kërcënohet kultura. Në fakt feja vet në këtë rast është pjesë, element i kulturës të çdo vendi, kështu që edhe ne duhet ta kemi. Pastaj edhe mendësia me cilën janë rrit, ndoshta kanë qenë të mbyllur edhe e shohin veten shumë më mirë se tjerët, shumë më anal se tjerët, ndërkohë që nuk është e vërtetë. Kjo lloj mendësie e shoh edhe tek njerëzit që kanë një arritje profesionale për fat të keq, edhe ju kanë ngel shpeshherë edhe nuk e vënë re tek vetja e tyre që kanë diçka të tillë.
por është negative normalisht, është negative. Po, si po përballet brezi i komunizmit me ju, si gjenerat e re, edhe gjenerat që fesë edhe shpirtërores, apo shpirtërores i ka dhënë kohje edhe më shumë njetë për parësi. Si është ndërveprimi mes këtyre brezave që i kanë këtë mendësi ndryshe? Besoj që vrejet edhe në opinionin publik ka shumë debate të tilla, pavarësisht se në sipërfaqe duket sikur nuk kanë këtë nismen, po në fakt po, është kjo përballje sepse të rinia sot sikur po lejnë ato mbetje që kanë ngel nga komunizmi edhe duan drejtohen më shumë të jenë shoqëri pak më të hapura edhe më të zhvilluara, qoftë mendsi, qoftë të zgjedhin vetë një përkatësi fetare apo kulturore, kështu që besoj që është e vështirë sepse ne e shohim vetë te komunikimi që kemi me prindrit tanë, çdo lloj teme që trajtohet, shpesh kemi mos përputhje në mendime dhe është shumë e vështirë edhe pse bën një debat të gjatë me ta edhe në fund prap nuk ka një rezultat. Ata janë prap në mendimin e tyre. Dhe është shumë e vështirë në fakt të ndryshojnë pas një 4 dekada e gjysmë, domethënë të arrish të ndryshojnë mendsinë e një personi. Ajo tashmë është bërmosur edhe e tillë dhe si tillë duhet ta pranojmë. Ne thjesht gjenerata e re besoj që po e bën ndryshimin në fakt. Te kjo pjesa do thotë ju jeni praktikant fetar edhe që dukeni për shembull ju në veshje vreheni që jeni besimtare muslimane. Qysh pranoheni qoftë në Tiranë, qoftë në Tropoj, qoftë në vende tjera, edhe qysh shiheni a vrehet, a ndjehet ndonjë paragjykim ose mendim ose diçka pozitive ose se ndonjëherë njerëzit e krijojnë edhe atë përshtypjen që je me shami dhe je shumë njeri mirë. Po. Është paragjykim me dy pozitiv një farë. Është pozitiv, shpesh mund të jetë edhe keq për ty se nuk mund bëhet fakt nuk mund dalsh një konkluzion të tillë. Por që më përpara bëhet fjalë para 10 vitesh kur unë e kam vendosur shamin diku rreth 10 vitesh, nga që e kisha gjithmonë mendimin si po më shohin tjerët në fillimet e mia edhe kam vënë re që kishte një sy që shifte çuditshëm, po dikush që habitej me veshjen tënde, me paraqitjen, por që me kalimin e viteve kur ti e brendson shamin e ke tënde në çdo veshje si çdo veshje tjetër, thjesht ti don tregosh diçka tjetër me veshjen tënde, nuk e kam pas fokusin tek njerëzit se çfarë po mendojnë dhe si po shikohesh, në ato momente që arrin këtë shikon që me të vërtetë nuk ka, të duket sikur nuk ka, ndoshta ato edhe mund të ekzistojnë, por që është bërë goxha ndryshe, mendoj, nuk është si më përpara. Raste si Dorela kur dikush edhe të pyet pse je mbulu, se për shembull në Kosovë po flas, ka pas edhe mendime që ndoshta ti mbulohesh për shkak se ose nuk ke flok, ose je e smur diçka, ose do thotë arsye të ndryshme që ndoshta pjesa e besimit nuk ka qenë as verzion ose opcion që ti e ke vendos shamin. Unë do sillja një shembull konkret me veten time, koha kur jam mbulu ka qenë sezon provimesh për mua, viti i parë në fakultetin e shkencave sociale, edhe nga që provimin e parë shkoj me mbulesë, shumica e studentëve klasës aty më kanë pyetur që e ke vendosur për të sjell fat. Këto i raport që dëgjova. Edhe domethënë do e vendosësh vetëm sa të mbarojnë provimet dhe pastaj do e heqësh. Edhe thjesht ka rastis në një kohë tillë, nuk ka qenë kjo arsyeja normalisht, edhe ua kam shpjegu. Ka pas shumë të interesuar sepse flitet para 10 vitesh ka pas mungesë ndoshta informimi, sepse sikur më shumë po keq informojmë se sa po informojmë se ç'duhet, edhe janë interesuar të keni shembull konkret që ju jep informacion tamam të brendësuar, të jetësuar nga vetë personi. Kështu që po ka pyetje nga më të çuditshmet, por mendoj ka bilatoj që më shqetësojnë mua, më shqetëson më shumë është që mbuloheni sepse paguheni nga dikush. Është edhe atje ky version. Po. Këtu jemi të njëjtë, domethënë, këtë pikë jemi të njëjtë, po. Nuk do ndryshojë asnjëherë me sa duket, po unë do sfidoja persona që mendojnë kështu,
ti paguajnë që ta heqin, nëse do ndodhi gjë e tillë, nuk ndodh. Ta rritin tarifën. Po, ta rritin tarifën edhe t'u ofrojnë ta heqin, besoj që nuk ndodh. Kjo shumë, unë konsideroj që ata që e thonë edhe vetë e dinë që nuk është e vërtet. Po ta mendonin vërtet, atëherë Do të mbuloshin edhe vetë. Do të mbuloshin edhe vetë, që të fitonin në mënyrë krejt thjeshtë, krejt lehtë. Po realisht, tingëllon shumë qesharake, edhe pse në fillim, po flas për veten personalisht, ka qenë pak e rëndë me dëgju njerëz cilët japin komente të tilla, që je mbulu, do thot, ose të tjerë në përgjithësi, se ndoshta direkt nuk na kanë thënë secilit individualisht, por prapë se prapë qoftë është dëgju në media, qoftë është dëgju tërthorazi, dhe nuk është e lehtë kur ne secili e dim në për çfarë vështirësi një gjeneratë është desht me kalu prej një mindseti komplet tjetër në një tjetër, edhe ti e eduku krejt ndryshe, edhe do thot, siç tha edhe ti me mbulesën, derisa je mishëruar, bëhet komplet pjesë e jotja. Edhe dikush vjen edhe thot, përkundër sfidave vjen edhe thot ti paguhesh për këtë punë, është sfiduese, po nuk më ka, po du me tregu që nuk më është qesh edhe atëherë si tash. Njerëzit mendojnë që detyrohen për të mbuluar ose paguhen, po nuk e dinë sa shumë raste, ndoshta e dinë, po nuk duan ta dinë. Po. Sa shumë raste ka vajza gra që përballen me familjen për të mbuluar. Edhe nuk lejohen që të mbulohen. Edhe flitet shpesh për drejtat e këtyne grave dhe vajzave që mos t'i mbulojnë me dhunë, ndërkohë që s'po flitet kur po pengohen mbulohen, sepse për drejta po flasin po prap. Kështu që është gjykim me dy standarde që bëjnë fakt. Interesant dhe shumë e mirë që e ngrite si Dorela, për shkak se po qëndron ne jemi vetë dëshmitar sa vajza dhe gruaja ndoshta, po vajzat sidomos, kur janë më të reja ose që janë të pamartuara, hasin e vështirësi me familjet për pjesën e mbulesës. Edhe unë jam rasti konkret. Aha, okay. Po, e kam përjetu vetë dhe më është dash disa kohë derisa jam pranuar nga familja, me mbulesë. Familja nuk kanë qenë, do të thotë. Jo, nuk kemi qenë praktikant të besimit Bektashin. Bektashi, okay. Ju jeni nga Tropoja. Tropoja, po. Është zonë që në fakt mbizotron besimi Bektashin. Kthehem për pak si Dorela, vazhdoj me një blok marketingu. Herta Kids në Fush Kosovë, përballë kolegjit AAB, vendi ku nuk e keni problem parkingun. Sektori me veshje për të posa lindur dhe fëmijë për 2 gjinit. Aksesor për kuzhinë dhe aksesor dekorativ. Në Herta Kids gjeni edhe veshje për të rritur për të 2 gjinit. Nëse lodheni duke bërë shopping, atëherë keni edhe restorantin brenda objektit për të pushuar dhe kaluar kohë me familjen tuaj. Lodra të ndryshme për fëmijët tuaj. E keni mundësinë që fëmijët tuaj të argëtohen në Kids Zone derisa ju bëni blerjet. Herta Kids, Kids Zone, Orta Food, Family Clothing Store, të gjitha në një vend.
Si Dorela, sa i përket pjesës së bektashizmit që e përmende, unë jam nga Gjakova me përjardhje dhe edhe tek ne, do të thotë Tropoja dhe Gjakova nuk janë shumë larg, edhe tek ne është më i theksuar besimi bektashi, edhe pse po ndryshon dita ditës, mirë po ka qenë gjithmonë e identifikuar Gjakova si pjesë e bektashizmit më shumë. Si ka qenë si Dorel për ty ky ndryshimi ose si ndodhi që u rrite në një familje ku ishte një frym tjetër dhe ti fillove diçka tjetër? Në fakt gjithmonë kam qenë kurioze dhe kam lexuar shumë, sidomos për fetë kam qenë shumë kurioze. Kam lexuar edhe libra të besimeve tjera, kam lexuar edhe librin e Kuranit, kjo ka qenë edhe kontakti i parë ime me fenë islame. Nuk e kam marrë nga askush, nuk e kam trashëguar nga familja, siç po predikohet gjithandej për shqiptarët, sikur e kemi me dhunë islamin. Të rinjt sot në përgjithësi, me sa kam parë, e kanë marrë islamin duke lexuar, duke hulumtu. Kemi mjaft informacione, shqyr Zotit, edhe mundesh me lexu në çdo kohë, me hulumtu rreth feve, kështu ka nisë edhe për mua, edhe ka qenë më e sigurt për ta përçuar ndoshta edhe tek tjerë një mesazh ashtu siç unë e kam kuptuar. Fillove dhe lexove, a u përfshive në ndonjë xhami ose ligjërime ose dëgjime, apo kryesisht bazoheshe në leximet e tua? Në fakt, duke qenë se në atë periudhë kam jetuar në Tropoj, xhamiat nuk ishin vende shumë të sigurta për të frekuentuar fatkeqësisht, dhe vetëm me leximet namazin e praktikoja në shtëpi. Me ardhjen time në Tiranë, zhvendosjen në Tiranë dhe fillimin e studimeve të larta, ka qenë më e lirë për mua dhe më lehtësisht të frekuentueshme xhamia në qytetin e Tiranës, dhe aty thjesht gjatë ditëve të premte që mbahet ligjërata, po që me lexim ka qenë kryesisht mënyra se si unë e kam marrë fenë, kryesisht Kuranin. Çka i ka bë xhamit, se realisht nuk po e di, ndoshta ka qenë ndonjë informacion edhe publik që xhamit kanë qenë vende jo të sigurta në Tropoj? Jo vetëm në Tropoj, po për njerëzit në Tropoj. Për njerëzit, ka qenë jo të sigurta, sepse jemi pak vend me mendësi të mbyllur, fanatik të thoja, nëse mund të quaj tillë, dhe kjo përzierja meshkuj femra në një vend shihej si problematike, pavarësisht se ata nuk besonin që mund të ketë ndarje në xhami, vendi i përcaktuar për meshkuj dhe i përcaktuar për femrat, por mendonin që mund të kishte përzierje dhe nuk kishte që sigurt për shku vajzat dhe gratë. E qartë. Po mandej vazhdimi në Tiranë, ishte diçka e re, si ndiheshe për shkak se ato fillimet janë shumë, është një dashuri e madhe për besimin. E fillon me vrull, dhe mundohesh të mos lesh asnjë gjë mangut, por që si të rinj atëherë edhe pjesa e shoqërimit me njerëz që kishin ndoshta vite më shumë në Islam, ishin më të adeptuar ndaj këtyre informacioneve në lidhje me fenë, ka qenë një periudhë e këndshme, sepse ishe mirë pritur, domethënë rriteshe në një rreth ndryshe nga siç ishim mësuar në Tropoj, që nuk kishim shumë akses me njerëzit që e praktikonin, siç thash nuk ka dhe shumë fakt. Dhe kjo frekuentimi i xhamiave ka qenë shumë e mirë për ne, aty mblidheshim, diskutonim edhe çështje tjera me shoqet, edhe kështu edhe jemi rritë në fakt në informacionin që kemi pas për fenë. Po më intereson si Dorela me ditë, si e ke ose si e ke perceptu një vajzë ose grua me mbulesë para se ti vetë të mbuloheshe? Është interesante sepse me vërtet edhe unë mendoja pse mbulohen. Më dukej shumë e çuditshme. Pavarësisht se atëherë nuk ka qenë ky informacioni që është sot, dhe mendoj edhe këtë po sikur të isha në këtë periudhë kohe, dhe me gjithë këto informacione, gjithë këto diskutimet në opinionin publik që po bëhen rreth këtyre çështjeve, besoj që do më kishte intrigu jo vetëm ti dëgjoja këto diskutime, po edhe të thellohesha pak më shumë rreth kësaj teme, dhe besoj që do e kisha bë po të njëjtën zgjidhje. Dhe kështu që mendoj që çdo gjë zgjidhet me lexim, me hulumtim rreth një çështje e caktuar. Le mos të merret shablon një informacion nga njerëz të caktuar që ne i shohim në media online ose televizive. Po, a është e vështirë me gjetë një vend pune në Shqipëri, në Tiranë konkretisht, për një vajzë me mbulesë?
Në pamje të parë duket sikur nuk është, por që kur përballesh me realitetin fakt është, kemi pas disa raste edhe që janë denoncuar në medjen televizive, kanë qenë raste që mund të jesh shumë e përgatitur, po thjesht paraqitja më ka ndodhur edhe mua në fakt në një aplikim që kam pas për një punësim lidhje me punësimin në një shkollë caktuar, nuk ka rëndësi, ka qenë private si shkollë në fakt, nuk ka qenë fare shtetërore, dhe më shton që je shumë me arrirë në CV-n tënde, je fiks ashtu siç kërkojmë, por që na pengon pjesa e shamis sepse e kanë thënë hapur. Po ma kanë thënë hapur, nuk duhem t'i bijem rrotull kësaj çështje, duhet ta themi drejt për drejt që ky është i vetmi problem. Por nuk është problem për ne personalisht, por ne mendojmë se çfarë do mendojnë prindërit që sjellin fëmijët te një mësuese me shami. Dhe është për të ardhur keq në fakt, sepse të ndalohet rrugtimi një personi thjesht për diçka të tillë. Si reagove si Dorela? Unë e prisja, më vinte pak keq thellë brenda vetes, por që e prisja, e dija që jetojmë në një realitet të tillë. Dhe mendoja që ndoshta më mirë ta gjej veten diku ku nuk paraqikohem për këtë. Okej. Do thotë edhe pse nëse ishe pranu nuk ishe dashur me qenë në një rreth. Jo, që mendojnë që kjo për shembull me shami mundet me ju prediku fëmijëve fen, se ky është problemi ndoshta në shkolla më i madh që ndodh. Po te pjesa e edukimit fëmijëve, po kthehemi tash tek ne. Ti tha shumë mirë që na jemi shqiptar, realisht, po e kemi aty një kufi kur vim ne tek ju se ju tek ne që gjithsesi na duhet me i realizu disa procedura të cilat na rikujtojnë që pavarësisht që na ndjehemi bashk, edhe Kosova gjithmonë e ka dashur Shqipërinë. Më shumë se ne, ndoshta Kosova. Pa mos. Edhe a mendon që kemi dallime në edukim për shkak se tek ne po e bëj një përshkrim shumë të shkurt për shembull. Në kohën e para luftës, edukimi i fëmijëve ka qenë më i strukturuar në kuptimin që ka qenë një edukim i përgjithshëm i njëjtë pak a shumë, qoftë në shkollë, qoftë në shtëpi. Ndërsa sot secili edukon në stilin e vet të prindërimit. Edhe sot secili dëgjon dikë, qoftë në Instagram, qoftë në rrjete tjera sociale, e merr një frym dhe aplikon. Edhe secili e ka do thot atë formën e vet. Po ashtu arsimi ka dallime, konsideroj, mes gjeneratave, mësimdhënësit e vjetra kanë sfida në ambientimin me fëmijët sot. Kështu që kjo është, sot ka liri, jo liri të tepërt, se liria duhet jetë. Mirë po në kuptimin liri e çrregullt, nëse më e quajt kështu. Sot po konsideroj. Po secila i ka ato pikat e mira dhe jo të mira të vetat. Unë si fillim do bëja ndarjen fakt mes arsimit dhe edukimit. Është një ndarje që duhet bëhet patjetër nga çdo kush, sepse jo çdo person i arsimuar mirë mund të jetë edhe i edukuar mirë. Fatkeqësisht. Në vërtet. Dhe arsimi sot është shumë problematik, qoftë në Shqipëri, qoftë në Kosovë. Fatkeqësisht është shumë problematik. Biles ekzistimi i këtyre fakulteteve do të ishte më mirë të mos ishin se sa siç janë. Po krijojnë shumë gjendje psikologjike të rënda të studentët, mendoj unë, nëse flasim për stadin universitar. Por edhe tek fëmijët që janë nëntëvjeçare është sistemi tek ne, besoj që edhe në Kosovë është po njëjtë. Po krijojnë një ngarkesë që nuk duhet me e pas në fakt të rinjt sot, dhe nuk ka asnjë rezultat pozitiv. Bile shpesh unë i them njerëzve rrethi që kam e vetmja gjë që kam mësuar nga 9-vjeçarja dhe që mbaj mend është shkrimi, leximi dhe mbledhja e zbritja e numrave, pjesëtimi, shumëzimi, këto gjërat elementare. Asnjë gjë tjetër nuk mbaj mend nga kjo 9 vite shkollë. Kështu që mendoj që nuk janë shumë produktive, me thënë drejtën, institucionet shkollore, arsimore. Ndërsa sa i përket pastaj edukimit, ndoshta shpeshherë ju ngelet më shumë në dorë prindërve për të edukuar brezat, po është një punë që duhet bërë me çdo institucion tjetër kur një fëmijë është tashmë pjesë e tij, nuk bëhet vetëm. Gjithmonë në fakt është bërë edhe thirrje për të pasur një bashkëpunim mes familjes dhe shkollës. Nuk e di sa është arrirë, me sa po shoh shumë pak, sepse edhe vetë prindrit po kanë shumë pak kohë
për të kaluar me fëmijët e tyre dhe po I lije çdo gjë në dorë institucioneve për të cilat unë në fakt nuk jam shumë e sigurt që po bëjnë punë cilësore. Dhe është bërë shumë e vështirë sot, qoftë për shqiptarët e Kosovës, qoftë për shqiptarët shqiptar. Po mendon edhe për edukimin edhe për arsimin. Po, të dy. Për prindërimin e pata fjalën. Po, prindërimi është bërë shumë i vështirë në kohët e sotme se sa Çka po mendon që e bën më të vështirë si Dorela? Më të vështirë e bëjnë rrethana, në fakt. Rrethonat. Janë media sociale është prezente shumë më shumë se sa ka qenë më përpara. Ti mundesh ta edukosh fëmin ton mjaft mirë, por që ai frekuenton edhe median sociale dhe aty merr çdo gjë të gatshme. Pastaj është edhe koha që po kalojnë prindërit me fëmijë, nuk është e mjaftueshme. Kjo ka të bëjë me gjendjen ekonomike në cilën ndodhen dy vendet, se mendoj që nuk ka ndryshim të madh mes Kosovës dhe Shqipërisë sa I përket gjendjes ekonomike, ka problematika, ndoshta tek ju ka ndikuar më shumë kjo pjesa e emigracionit që ka ardhur më shumë ndihmë nga jashtë, edhe sikur e ka zbej pak, ndërsa në Shqipëri është kjo pjesa që turizmi sikur e ndihmon. Por që s'është mjaftueshëm, normalisht papunësia me shifrat sa kam parë që në Kosovë që në Shqipëri është aty e përafërt. Kështu që prindërit kanë sfidat mëdha në kohët e sotme dhe besoj që do I kenë vazhdim sepse jemi futur në një rrjedhë tillë që fëmijët po na edukojnë të tjerët, nuk po edukojmë ne vetë. Është ajo që thash për arsye ekonomike ndoshta më shumë. Por që ka mungesë edukimit të vetë prindrit në fakt. Edhe kjo sigurisht shton akoma më shumë këtë problematik, sepse vetë prindrit po janë të edukuar si duhet, janë futur edhe ata në të vorbullën e mediave sociale dhe sikur nuk dalin dot. Marrin shembujt aty, po të gatshëm nëse mund t'i quajmë shembuj dhe çdo gjë aplikohet në këtë formë. Nuk kanë kohë, nuk e kanë vëmendjen tek fëmijët. A mendon që gjeneratat e mëhershme se ne këtu gjithmonë I referohemi para luftës dhe pas luftës që I bie 25 vite? Po, ne I referohemi para komunizmit pas Okej, po. Edhe a mendon që edukimi I mëhershëm ka qenë më I mirë fillt? Më përpara në fakt duket sikur nga ana strukturore ka qenë më I mirë se sa sot. Po. Ndërsa kur e mendon ideologji komuniste ka pas atëherë për ne, edhe ajo ideologji e shoh që kalon gjurmë akoma në universitet, është po I njëjti rregull në shkolla, po I njëjta mënyrë ulje e nxënësve, studentëve, nuk ka ndryshuar shumë gjë. Po të shikosh një foto të një klase më përpara dhe një klase sot, është për të ardhur keq, përderisa jetojmë në një periudhë kohe që teknologjia ka marrë, domethënë hapa galopant. Kështu që duhet kishin bërë shumë më shumë. Duhet kishin bërë shumë më shumë duke u nisur edhe nga shembujt që kemi përtej kufive tanë, vendet europiane, pavarësisht se arsimi pothuajse gjithandej ka problematikat e veta, por që më mirë se ne në Kosovë, Shqipëri, patjetër që janë. Dhe mendoj që duhet kishim ndjekur shembullin e tyre sa I përket arsimit. Po du me u kthy prapë si Dorela te pjesa e mbulesës. U mbulove dhe kur shkove në shtëpi si ishte reagimi? Në fakt më është thënë që të mos shkoja në shtëpi me mbulesë. Okej, do thotë s'ke arrit me mbërrim në shtëpi. Ja, nuk kam shku në shtëpi përpara se të bëja ca negociata dhe ta rrijat me leje. Sa kohë kanë marrë negociatat? Ka marrë 3 muaj. 3 muaj. Po. Në fakt me babin e kam pas pak probleme më shumë. Jo që ishte karshi fesë, po më shumë ky opinioni publik po I ndikon shumë prindrit tanë, edhe të rinjt I ndikon goxha, po më shumë ata. Dhe ka qenë kjo ideja që është shumë e vështirë për vajzën të shkollohet, të marrë rezultate të mira, të punësohet, gjë që ka rezultuar goxha e vërtet sa I përket punësimit, por që është një zgjedhje më e madhe se sa vetë punësimi, kështu që nuk ka qenë kjo problem për mua, edhe po t'ishte, domethënë pengesë, mbulesa. Si ishte si Dorela rikthimi pas 3 muajsh? Po, në një me mbulesë? Pasi arrita domethënë rezultate shumë të mira në shkollë, në universitet në atë kohë, dhe u pasi shpresë që nuk do jetë pengesë, dhe u prit mirë pastaj. Ndonjëherë këto sfidat me mbulesën janë shumë motiv. Që të bëhesh më I mirë se që jenë ndoshta ose që në kushte normale e kishe lënë disa gjëra pak më thjesht të shkojnë. Më seriozisht dhe më me detaje, ke më shumë kujdes që për veten,
Sepse më përpara dhe mënyrën si flisje me prindrit, të paktën për mua, ka qenë më rebele, ndërsa kur jam kthy tek feja, tek shamia, mbulimi, kam qenë pak më e kujdesshme në mënyrën si shprehem, qoftë me njerëzit, me familjarët, me rrethën shoqëror. Ndikon. Tash pas 10 vitesh, si janë familja, ose çka mendojnë për ty, për Sidorelën tash me Shami? Tash nuk më shohin dot pa Shamin, kuptimin, nuk e shohin personalitetin tim pa Shami, është krijuar tashmë ideja, dhe janë vetë edhe praktikant fesë islame, kështu që e vërteta nëse njeriu ka dëshirën për ta arritur me të vërtetë atë, arrihet. Nëse ke sinqeritetin, sepse shumë gjëra në fakt sot bëhen ose nga budallëku, ignoranca ose nga likësia. Nuk ka diçka të mendshme këto dyja. Kështu që kur nuk ke likësin ka shi një gjëje, ti mund ta arrish tek ta njohësh atë gjë. Nëse ke likësin, ti thjesht punon shumë që me gjetë gjëra që e kundërshtojnë ose ja ulin vlerën asaj gjëje. A ka vajza në Shqipëri, Sidorela për shembull, po e tregoj një rast në Kosovë, që kanë vite, 20 vite, 25 vite, që nuk flasin familja me vajzën, vetëm për arsye se është mbulu. Ka, po. Edhe me kaq negociata që të gjata, se këto nuk quhen realisht negociata, po është... Po, pavarësisht që ajo mund të jetë mundu shumë vajza, gruaja po më shumë vajza në fakt, që të flas me prindrit dhe ta sqaroj veten. Ndodh që nuk pranohet. Kjo është një ndër shenja në fakt që ka lënë edhe komunizmi, që folëm edhe në hapje, është shenje tek prindrit tanë që e kanë të pamundur ta pranojnë ndryshimin, edhe një ndryshim të tillë duket sikur është diçka wow. Por që shumë vajza i kanë dalë kundër edhe familjes në fakt për ta marrë Shamin, edhe janë të lumtura me të dhe e mbajnë. Çfarë mendon për shfaqjen e vajzave me Shamin në rrjete sociale me kontente të ndryshme? Si po ndikon në opinion? Është një çështje shumë e përfolur, po bën zhurmë gjithandej, ka mendime nga më të ndryshme. Unë jam shumë e hapur në fakt për të folur për këtë çështje, sepse shumica kur po pyeten, më shumë persona që janë figura publike dhe i përkasin fesë islame, sikur po tërhiqen pak, po mundohen të jenë mirë politikisht me përgjigjet, edhe mua nuk e kam një problem tillë edhe mund ta them mendimin, pavarësisht se ato shpesh bëjnë edhe video postim që pse po gjykohemi, po bëjmë jetën tonë, më fal motër e dashur, derisa je figurë publike dhe po lën gjurmë publike, në opinionin publik ti do gjykohesh dhe do jepen mendime rreth teje. Nuk mund thush po bëj punën time, jam Terezin time, qa keni ju që më gjykoni, sepse ti po lën po sjell diçka për këtë shoqëri, cilën ne e mendojmë dhe e gjykojmë si negative. Kështu që derisa ai personazh publik duhet ti marrësh përsipër këto gjëra dhe të përballesh me to. Është shumë fenomen negativ, biles në rrugë kur ec të shpesh të etiketojnë si ai personazh, o je me Shami, je hati. Po. Dhe është për të ardhur keq në fakt se mbulesa është bërë si aksesor, nuk është mos siç ka qenë më përpara që ishte një shenjë devotshmërisë dhe një përmbushje një obligimi fetar. Domethënë ka modele nga më ndryshme të vendosjes Shamis me vodh, që nuk e di çfarë do të thosh ti me vendosjen e vodhve, qafa që del për jashta, domethënë janë disa modele të reja që në fakt më shumë po e përdorin mendoj unë Shamin për përfitimet e tyre personale. Kështu që mendoj që duhet publiku i gjerë ta kuptojë, ta bëjë dallimin mes asaj që po serviret për marketing dhe asaj që me të vërtet e mbajnë për devotshmërinë që kanë dhe ndaj fesë tyre. Çka po mendon Sidorela, çka po na dërgon te këto modele të reja ose te tipi hati, shembull? Çka po na hatin, shembull po e marr. Po. Çka po e shtyn me ekspozu veten në forma të tilla? Ajo është një vajzë shumë e re realisht. Po.
Po e shtyn vetë personin, po thua, po jo. Po, çka po mendon që është e nxit personin? Që të bëj veprime të tilla. Ka të bëj shpesh thonë, ka të bëj mosha e saj, ka të bëj vetë ka thonë që e ka nisë si diçka për qef, edhe është bë virale për shkak se ka pas një kontrast mes personalitetit saj dhe dukjes. Edhe gjithmonë njerëzit kjo gjë i ka bë kurioz, mendoj unë. Është një kontrast që bie në sy në fakt, sepse po të kishte qenë hati pa shami, të kishte bë video të tilla që i ka bën në fakt në fillimet e saj si influencer ose. Kështu që ato video nuk besoj që do ishin marrë me kaq entuziazëm për të parë, për të komentuar. Është pikërisht shamia elementi kryesor kyç, që në fakt ato e ka bën një fenomen tillë. Dhe është negativ, sepse është nuk është një aksesor, po flasim për një urdhëresë fetare, të cilën duhet ta prezantojmë më së miri edhe ashtu siç ajo ka vlerën e vet për treguar modestinë dhe devotshmërinë që ke lidhje me fenë. Si diskutohen vajzat e tilla në Shqipëri brenda komunitetit musliman? Shpeshherë po qëndrojnë larg këtyre fenomeneve, jo mos t'u japin vëmendje, jo mos t'i diskutojmë. Ato tashmë vëmendjen e kanë, kështu që nuk është se po jep vëmendje ti pse po flet rreth këtyre rasteve, njerëzit nuk është se po i gjykojnë në mënyrë pozitive, më thon drejtën, qoftë fetar jo fetar, nuk po shifen si modele pozitive, ndoshta për arsye se po reklamojnë më shumë këtë pjesën që arritja e pasurisë është sukses për të rinj sot, që nuk jam dakord fare, ka shumë gjëra tjera që quhen sukses. Paraja mund të jetë element shumë brapa. Kështu që ndoshta është kjo periudha e të rinjve me këtë lloj mendësinë që pavarësisht se ajo mbart një shami, është pjesë e asaj shoqërie dhe ka po ato karakteristika siç kanë të rinjt tjerë, që nuk bëhen viral sepse nuk ka një element fetar dhe të krijojë një kontrast për të rënë sy tek publikja. Po. Kështu që kjo është besoj. Po, do thotë komuniteti musliman nuk integrohet me u marrë me individet, në kuptimin që pikërisht po. T'i afroj ose të merret me ta. Nuk kam pa një gjë të tillë në fakt, nuk ka ndodhur, secili funksionon individualisht. Pastaj është çështje në vetë edhe kjo pjesa e komitetit, secili krijon grupacionet e veta, mendimet e veta, ideologjitë e veta, nuk ka një bashkësi. Ndoshta ky është dallimi tjetër me Kosovë, më duket sikur funksionon më mirë. Nuk po ta krahasosh me ato në Shqipëri, them, jemi pak më të përçarë me njëri tjetrin, më të diferencuar. Kjo shpesh prezantohet edhe sikur lishmëria e çdo personi për t'u ndier vetja, për të bërë gjëra që i pëlqen për t'i bërë, edhe pse është fetar, dhe kjo tregon që jemi të ndryshëm dhe jetojmë një botë ndryshme, po besoj që disa elemente që ne si muslimani kemi janë të njëjtë për gjithë. Nuk është se për mua janë diçka tjetër, për ty diçka tjetër, edhe po bëj si duan. Janë disa kufi që ti nuk del dot për te i tyre. Sa i përket praktikimit fesë gjithmonë, sepse për çështje tjera secili është i lirë gjithmonë. Po. Si Dorela, e di që kemi edhe shumë çka të flasim, mirë po më ka njoftu që koha veç se na ka përfundu. Ishte shumë kënaqësi të kisha në këtë epizod. Të falenderoj shumë për që ke qenë. Faleminderit edhe ju, ishte kënaqësi edhe për mua. Shpresoj të kemi edhe diskutime tjera, takime tjera. Gjithsesi inshallah. Mirupafshim në episodin e radhës.